Një nga personat që shikonin në këtë foto fsheh një sekret të frikshëm. Megjithatë, një ditë të zakonshme të vitit 2017, një qytet i tërë do të mbetet i trënditur kur ky sekret doli në dritë. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lori dhe si gjithnjë do të jem këtu me ju për t'ju treguar një histori të vërtet krimi. Nëse jeni të apasionuar pas këtyre historive, atëherë ju rekomandoj që të bëni një subscribe për të qenë gjithmonë të azhurnuar mbi video të reja. Kështu që pa humbur kohë, le të filloj me rastin e ditës. Strongsville quhet qyteti ku zhvillohet e gjitha kjo histori. Bëhet fjalë për një qytet të vogël, jo larg qytetit të Cleveland. Strongsville ka rreth 46.000 banor dhe konsiderohet një periferi shumë e qetë, me shkolla të gjitha niveleve të njohura për prestigjin e tyre, si dhe me lagje të shumta banimi. Me pak fjalë, është ai qyteti tipik amerikan ku të gjithë njohin njëri tjetrin dhe kur nuk ndodh asgjë. Prandaj, kur ndodhi ajo që do t'ju tregoj sot, banorët aty qyteti mbetën jashtëzakonisht të rënditur. Por, për të kuptuar se çfarë ka ndodhur realisht, le të kthehemi pas në kohë, pikërisht në fillimet e vitit 2016. Në atë periudhë, dy persona që jetonin në Strongsville morën një lajm të mrekullueshëm. Bëhej fjalë për Melinda dhe Bruce Pleskova, që të dy mësuan që vajza e tyre 20 vjeçare Ana ishte shtatzën dhe po priste një fëmijë, ndërsa i dashuri i saj quhej Jeffrey dhe ai po ashtu ishte 20 vjeç. Kur ato të dy morën vesh lajmin e mrekullueshëm, ishin në qiellin e 7. Ishin shumë të entuziazmuar dhe mezi prisin që të bëheshin ngjyshër. Mbi gjitha donin me patjetër që ndihmonin vajzën e tyre Ana me foshnjën e saj që do vinte në jetë, pra lajmi ishte jashtëzakonisht i mrekullueshëm dhe ato ishin shumë të gëzuar. Megjithatë, në të njëjtën kohë, prindërit e Anës e dinin shumë mirë që ajo dhe i dashuri i saj do të kishin goxha vështirësi për të rritur një fëmijë. Kjo për shkak të gjendjes së atyre ekonomike, sepse nuk ishte fort e qëndrueshme. Në atë kohë, Ana jetonte akoma me prindërit e saj dhe punonte si kamariere në një lokal që ndodheshte afër shtëpisë së saj. Ndërsa nga ana tjetër, i dashuri i saj, Jeffrey, punonte si teknik në një kompani që merreshte me sistemin e ngrohjes. Okej, paga e Jeffreyt ishte më e mirë se Anës, por gjithsesi nuk ishte aq e lartë për të mbajtur të gjithë familjen. Nga ana tjetër, prindërit e Anës, pra Melinda dhe Bruce, po mundoheshin që të gjenin mënyra nga më të ndryshme që si të ndihmonin fëmijët. Dhe atë që i propozuan Anës në fakt ishte vërtet interesante. Ata i propozuan Anës dhe i thanë që nëse do, Jeffrey mund të vinë në shtëpinë tonë dhe të qëndroni këtu për një kohë, kështu që ne ju ndihmojmë me fëmijët, ju fitoni dhe më shumë, derisa gjendja juaj ekonomike të përmirësohet dhe në këtë mënyrë të kaloni në shtëpinë tuaj. Kur ajo dëgjoi këtë propozim, Ana nuk mund ta fshinte entuziazmin e saj dhe nga ana tjetër ishte shumë mirënjohëse për sa i përket prindërve të saj, sepse ato po lejonin Jeffrey të jetonte me ta. Në këtë pikë, Ana telefonoi me njëherë Jeffrey dhe i tha për idenë që i kishin dhënë prindrit dhe djaloshi ishte shumë mirënjohës për këtë mundësi që u dha dhe pranoi menjëherë. Por pikërisht atë vit, pra në qershor të vitit 2016, Jeffrey dhe Ana, pra sollën në jetë fëmijën e tyre. Në këtë pikë, Jeffrey vendosi që të largohet nga shtëpia e prindërve të tij dhe të zhvendosej tek shtëpia e prindërve të Anës. Dhe gjithçka fillimisht ishte mrekullueshme, ishte një familje e lumtur që të gjithë darkonin së bashku, kishte harmoni mes njëri tjetrit. Por vetëm pak kohë pasi Jeffrey u transferua në atë shtëpi, filluan të ndodhin gjëra paksa shumë të çuditshme rreth pronës që do t'i linin që të gjithë të shqetësuar. Atë mbrëmje, ai dhe Ana ndodheshin vetëm në shtëpi dhe po kalonin një mbrëmje normale, po hanin darkë në kuzhinë dhe një moment Jeffrey hodhi syt nga dritarja që shikonte në oborrin e pasëm. Dhe pikërisht në atë moment, nga larg vuri re me shqetësim diçka që po lëvizte. Në fillim nuk arrinte të kuptonte se çfarë ishte, sepse ishte errësirë. Pastaj u ngrit dhe u afrua dritares për të parë më mirë. Jeffrey në këtë pikë vuri re se jashtë pronës së tyre ndodheshin 4 silueta që qëndronin në këmbë dhe pa lëvizur. Mbi gjitha vuri re që po dilte dhe tym dhe hamencoi që këto 4 silueta po pinin cigare. Në këtë pikë Jeffrey thirrri Anën pra për të parë dhe ajo jashtë nga dritarja. Ana u afrua tek dritarja dhe një farë mënyre burri e grua për disa minuta mbetën të shashtisur nga ajo që po shikonin.
Fillimisht menduan që thjesht janë disa kalimtar, por me kalimin e minutave kuptuan që ato persona nuk po largoheshin dhe filluan të shqetësoheshin shumë seriozisht. Okej, ndoshta edhe thjesht ishin kalimtar që po pinin cigare, por një farë mënyre në Amerikë dënohesh me ligj po të hysh tek prona e tjetrit. Pra nuk lejohet kjo gjë. Në atë moment çifti vendosi që ndoshta duhet të dilin jashtë dhe t'i largonin këto persona, por përpara se të hidhin një këmbë jashtë, një nga këto figurat lëvizi dhe filloi që të vinte drejt shtëpisë së tyre dhe ndaloi pikërisht në mes të kopshtit, afër trampolinës së familjes dhe filloi mbi gjitha të hidheshte dhe mbi trampolin, ndërsa 3 figurat e tjera mbetën të palëvizura aty ku ishin. Në këtë pikë, Ana ishte shumë e shqetësuar, ishte shumë e paraaqme dhe i tha Jeffrey që ndoshta gjë më mirë që duhet bëjmë është të telefonojmë policinë. Dhe Jeffrey tha të njëjtën gjë. Po, duhet të telefonojmë menjëherë policinë. Vetëm disa minuta më vonë, një patrull policie mbërriti menjëherë në shtëpinë e tyre. Por kur policia mbërriti, ato 4 silueta ishin zhdukur në ajër. Policia në këtë pikë kontrolloi pjesën e pasme të shtëpisë, pra pjesën ku supozoi të ishin parë këto 4 silueta, por në fakt nuk arritën të gjenin asgjë. Nuk arritën të gjenin asnjë provë, mbi të gjitha as bishtat e cigares, pasi nëse ju kujtohet, Jeffrey mendoi që po dilte tym dhe hamendçoi që po pinin cigare. Dhe policia mendoi që ndoshta kanë qenë disa adoleshentë që po bënin shaka, por nga ana tjetër shtoi që nëse ndodh përsëri të telefonojnë prapë. Por kur Bruce dhe Melinda kthehen në shtëpi dhe mësojnë atë që kishte ndodhur, mbetën të trënditur, sepse në një farë mënyre ato kishin pak a shumë një jetë që kishin jetuar në Strongsville dhe kurrë askush nuk kishte hyrë në pronën e tyre. Dhe mbi gjitha ishte një qytet i sigurt, apo jo? Kaluan disa muaj dhe erdhi nëntor i vitit 2016. Ana atë mbrëmje ndodheshte vetëm në shtëpi së bashku me vogëlushën e saj dhe ndodheshin në katin përdhes duke luajtur me njëra tjetrën. Kur papritur, Ana dëgjoi një lloj zhurme sikur dikush po hapte derën dhe mendoi që ndoshta ishin prindrit e saj që ishin kthyer, ndoshta ishte Jeffrey ose ndoshta ndonjëri prej tyre kishte harruar çelësat e shtëpisë. Në këtë moment, merr vajzën në krah dhe drejtohej drejt derës. Por ndërsa po kalonte në korridor, ajo hedh syt pa dashje tek njëra nga dritaret që të çonte tek oborri i pasëm. Dhe pikërisht aty shikon një fytyrë e cila ishte ngjeshur pikërisht në xham, por ajo fytyrë ishte aq e errët saqë nuk mund të përshkruante asnjë detaj të asaj fytyre. Në këtë pikë, Ana u drodh nga frika dhe ishte e sigurt që ajo zhurmë që dëgjoi në derë ishte ai person që kishte dashur që të hynte me forcë në shtëpi. Menjëherë telefonoi policinë. Një patrull policie mbërrin menjëherë, por pikërisht kur mbërrin policia, askush nuk ishte aty. Figura e zezë dhe e çuditshme vetëm pak minuta më përpara kishte tentuar që të hynte me forcë në shtëpi. Por kur policia mbërriti, nga ana tjetër nuk gjeti shenja të hyrjes me forcë dhe një farë mënyre i tha Anës që nuk mund të bënin asgjë sepse nuk kishin prova dhe nga ana tjetër i këshilluan pra që të mbyllte gjithmonë dyert dhe dritaret me çelës dhe nëse ndodhte përsëri ti telefononte. Në këtë pikë, Ana telefonoi menjëherë prindrit e saj, telefonoi menjëherë Jeffrey, u tregoi për atë që çfarë kishte ndodhur dhe që të tre u kthyen me nxitim në shtëpi. Pasi kaloi ajo trënditja fillestare, antarët e familjes filluan që të mendonin, filluan që të bisedonin me njëri tjetrin se çfarë të bënin pra për të qenë akoma më të sigurt, sepse ato i dinin që ky incident ndoshta kishte të bënte me ato 4 figurat që ishin parë muaj më përpara. Por një gjë ishte e çuditshme sepse po ndodhte një ngjarje 2 herë brenda një kohe shumë të shkurtër dhe mendonin që ndoshta dikush donte t'u bënte keq, por duhet dini që familja Peskova nuk kishte armiq, sepse siç u thash, ajo kishte jetuar me vite në Strongsville, ishte një familje shumë e qetë, nga banorët e Strongsville-it pra përshkruajse si një familje e qëndrueshme, e respektueshme dhe të gjithë i donin ata, sidomos Melinda, sepse Melinda kishte qenë mësuese në një shkollë fillore dhe të gjithë studentët e saj flisnin për Melindën me një lloj entuziazmi të madh dhe mbi gjitha tregonin se sa lidhje të veçantë kishin krijuar me të. Por përveç kësaj, ajo ishte edhe një trajnere e një skuadre lokale futbolli dhe në sytë e komunitetit ishte një figurë shumë frymëzuese.
Por duhet dini që Melinda nuk ishte vetëm anën, por kishte edhe një djalë i cili ishte 18 vjeç, por ishte me sindromën Down. Dhe në fakt të gjithë njerëzit sa herë që shikonin Kaylin, sepse djali i saj quheshte Kayli, e shikonin atë shumë të lumtur, shumë të buzëqeshur dhe e dini shumë mirë që Melinda e trajtonte jashtëzakonisht shumë mirë atë. Pra, në një farë mënyrë Melinda konsiderohej si një nën shembullore dhe një burim frymëzimi për gjithë banorët e qytetit. Pas këtij incidenti të dytë, familja Pleskova filloi të shqetësohej seriozisht për sigurinë e tyre. Ana nga ana tjetër nuk mund të rrinte pa kontrolluar dyert e dritaret çdo moment, sepse në farë mënyre ajo jetonte një tension të vazhdueshëm, por jo vetëm ajo. Gjithë pjesëtarët e familjes jetonin në atë lloj tensioni të vazhdueshëm me mendimin, me frikën që ato persona do të ktheheshin përsëri. Dhe në fakt po, ato persona kthehen përsëri në janar të vitit 2017. Vetëm 2 muaj pas incidentit të fundit, duhet dini që makina e Bruce gjendet, le të themi, paksa e shkatruar, sepse xhamat e makinës që ndodheshte në hyrjen të pronës ishin shkatruar komplet dhe laptopi i burrit që ndodheshte brenda në makinë ishte vjedhur. Dhe duke parë skenën, Bruce telefonoi menjëherë policinë për të denoncuar vjedhjen, por as laptopi dhe as autorët e krimit nuk u gjetën kurrë. Kështu që familja Pleskova filloi që të ketë këtë ndjesinë që tashmë ishin vetëm, sepse askush nuk mund ndihmonte, as policia, sepse sa herë që vinte policia, këto persona nuk gjendeshin, nuk kishte prova, nuk kishte mundësi si t'i gjenin. Por në fakt, gjërat sa po vinin e po përkeqësoheshin. Një natë në shtëpi ndodheshte Ana, Jeffrey dhe vogëlushja e tyre. Dhe pikërisht po kalonin një mbrëmje të qetë. Ana si gjithnjë po kontrollonte dyert edhe dritaret, sepse kjo gjë tashmë ishte bërë rutinë, dhe pikërisht në një nga dritaret që tregonte oborrin e pasëm të shtëpisë, shikon përsëri 3 silueta të zeza, si ato silueta të zeza që kishte parë muaj më përpara. Ana ishte e tmerruar dhe i thot Jeffrey që duhet të telefonoj menjëherë policinë. Por Jeffrey nga ana tjetër nuk kishte më ndërmend të priste policinë, merr një elektrik dore dhe shkon në oborrin e pasëm të shtëpisë. Por në fakt, përpara se djaloshi pra të arrinte në oborrin e pasëm të shtëpisë dhe të drejtonte elektrikun e dorës drejt figurave, ato 3 persona, ato 3 figura ishin zhdukur pa lënë asnjë gjurmë. Por kur policia mbërrin aty, në fakt përsëri ndodh e njëjta gjë, nuk gjen askënd aty, nuk gjen asnjë provë dhe në këtë pikë ndodh ajo që gjithmonë ndodhte, pra që u thonë që e vetmja gjë që mund të bëjmë është të shtojmë ato kontrollet e patrullave të policisë rreth kësaj zone dhe nëse ndodh përsëri e njëjta gjë, ju lutem telefononi. Kalon rreth një muaj dhe vjen pikërisht gushti. Atë mbrëmje Ana ndodheshte në shtëpi së bashku me vogëlushën e saj dhe nënën e saj Melinda. Ana poloste me vogëlushën e saj në katin përdhes, kur papritur dëgjon një zhurmë shumë të njohur. Një zhurmë që e kishte dëgjuar kohë më përpara, dhe ishte zhurma e një dere që po hapej me forcë. Ana shqetësohet, por në fakt vendos që të mos të telefonoj policinë sepse një farë mënyre e dinte shumë mirë si do të përfundonte. Kështu që ajo merr foshën në krah dhe ecën nëpër korridor derisa shkon tek dera prej xhami nga ku vinte zhurma e frikshme. Përkulet ngadalë që të mos shihet dhe kur më në fund ka një pamje të plot. Ajo që sheh e bën të bërtas me zë të lartë. Pikërisht jashtë derës shikon 2 të panjohur që po përpiqeshin të hapnin derën me forcë, por kur këto 2 persona dëgjojnë britmat e Anës, largohen menjëherë. Melinda, që ndodheshte në katin e sipër, dëgjon britmat e vogëlushës së saj dhe zbret menjëherë poshtë. Shikon vajzën e saj e cila ishte në panik total, ishte në frikë totale dhe mbesën e saj e cila vetëm qante. Melinda në këtë pikë telefonon menjëherë policinë, autoritetet mbërrin menjëherë, por përsëri nuk gjejnë asgjë, asnjë gjurmë, as shenjë këmbësh, pra asgjë të mundshme. Kalon edhe një muaj tjetër dhe gjendemi pikërisht në shtator. Atë mëngjes Melinda zgjohet dhe fillon që të kontrollojë çelësat e makinës së saj sepse duhet të shkonte në punë. Por në fakt i kontrollon ngado dhe nuk i gjen ato. Dhe në fakt çelësat nuk u gjetën kurrë. Por me kalimin e kohës, alarmi i makinës së saj fillonte që të binte pa asnjë lloj arsye. Kohë më vonë gjetën disa gozhda të ngulura në gomat e makinës së Bruce. Bruce telefonoi menjëherë policinë, i tha për këto gjëra të çuditshme që ndodhin, por në fakt policia, agjentët ishin shumë të zhgënjur sepse thonë që kemi gati 1 vit që po i kërkojmë këto kriminal, jemi të sigurt që të di arrestojmë,
por një farë mënyre për momentin tashmë nuk mund të bëjmë asgjë. Gjithsesi, në këtë pikë Melinda ishte shumë e frustruar, sepse nuk mund gjente mbështetje tek policia dhe për këtë arsye i drejtohet Facebookut. Ajo bën një post në Facebook duke thënë që çdo kush që më ka vjedhur çelësat e makinës, ju lutem të më kthej dhe mbi gjitha i bën thirrje që personat që po ngacmonin familjen e tyre u bën thirrje që t'i linin të qetë sepse kjo gjë nuk mund të vazhdonte më në këtë lloj mënyre. Por pas këtij postimi, ajo në një farë mënyre merr shumë përkraje nga miqtë e saj të Facebookut, por duhet thënë që situata nuk përmirësohet. Por vetëm një muaj më vonë, më 19 tetor, Jeffrey ndodheshte vetëm në shtëpi dhe pikërisht në atë moment dëgjoi një zhurmë shumë të çuditshme, një zhurmë të njohur, një lloj zhurme sikur dikush po hapte derën me forcë. Dhe në fakt Ana e kishte dëgjuar shpesh këtë zhurmë, por këtë herë Jeffrey vendos që të kontrolloj vetë atë dhe vendos që të marrë dhe qenin me vete. Ai del në korridor dhe shkon në fund të tij dhe pikërisht në fund të korridorit shikon që një person me kapuç po përpiqet që të hap derën me forcë. Qeni në atë moment alarmohet, fillon që të le dhe fillon që të vrapojë drejt portës. Por kur silueta e zezë shikon që Jeffrey me qenin fillojnë që të afrohen, ai zhduket menjëherë dhe ikën me vrap. Kështu që mbaron ajo mbrëmje në mënyrën e zakonshme, pra misterioze dhe akoma më shqetësuese. Vetëm disa ditë më vonë, më 23 tetor, Jeffrey dhe Bruce vendosin të shkojnë në lokalin ku punonte Ana dhe marrin me vete dhe vajzën e vogël. Ato shkojnë aty për të darkuar, për të biseduar dhe për të kaluar pak kohë me Anën, pavarësisht se ajo ishte në punë. Ndërkohë, Melinda dhe Kaylee qëndrojnë në shtëpi si gjithmonë të mbyllur me çelës për shkak të incidenteve të muajve të mëparshëm. Sidoqoftë, darka mbaron, ato përshëndesin Anën dhe kthehen në shtëpi. I pari që mbërrin tek dera kryesore e shtëpisë ishte Bruce dhe ishte pikërisht Kaylee ai që hap derën. Bruce menjëherë kalon nëpërmes korridorit, shkon te kuzhina, ndes dritën dhe ajo që sheh ishte tmerruse. Më pas vjen edhe Jeffrey, kur mbërrin në kuzhinë mbetet i trënditur. Ai del menjëherë jashtë duke marrë vajzën e tij në krah dhe së bashku me të merr edhe Kaylee. Dhe pikërisht në këtë moment telefonon policinë. Imagjinoni që ishte aq i trënditur saqë ku po fliste me policinë nuk po arrinte dot të ndërtonte një fjali të qartë. And what's the address of your emergency? Somebody's been attacked in my house. Somebody's been what? Attacked. They attacked who? Who was attacked? Mel Pleskovic. Mel Pleskovic was attacked. He was attacked by whom? Do you know? She was. No, we just came home. She's on the kitchen floor. I took her son and my daughter outside. Her husband is inside with her now. So the husband attacked her? No. We just came home. You came home and found her injured on the floor? We found her in the kitchen. She's not moving. I took the kids and I walked outside. I didn't know So what. she was beaten or what? She has blood all around her. I didn't look. I grabbed the child and left. Can you please send someone here? I am. Hold on a moment. Don't hang up, sir. Do not. Por nga ana tjetër, edhe Bruce telefonoi menjëherë policinë nga ana e tij, i cili ishte i gjunjëzuar tek trupi i gruas së tij, sepse pikërisht atë natë Jeffrey dhe Bruce në kuzhinë gjejnë trupin e pajet të Melindës. Someone killed my wife. You think someone killed your wife? Yeah, it looks like she has stab wounds on her back. We've had people trying to break in our house all year. Sir, I understand, sir. I need to ask you questions, okay? Are you there right now? I just got in the door with my new son-in-law. My son was here with her. Sir, what I want you to do is walk outside and stay in the front, okay? You said she's stabbed in the back? Yeah, I don't want to... Yeah, if you don't, I if think you can start CPR. I don't think she's... Her face hit the ground and there's blood. There's a But pool of can blood. you see if she's breathing? No, she is not. Do you see anyone else in the home? My son was here. He has Down syndrome. You know, we've asked people to watch our frickin' area. We've had people attempt to break in just this week. Sir, I don't know what's going on in this city, Sir, but this is getting done I here. understand your... Melinda ishte qelluar plot 35 herë me thik dhe 3 herë me armë zjarri. Por pavarësisht gjithave gjëra që kishte ndodhur, ajo u dërgua menjëherë në spital, por fatkeqësisht vdiq po atë natë. E gjithë familja ishte në shok total, e gjithë familja ishte e tmarruar, sepse në fakt ishin shumë të bindur që ajo që i kishte ndodhur Melindës kishte një lidhje shumë të ngushtë me ato
3 silueta të zeza që shfaqeshin gjithnjë përballë shtëpisë së tyre. Policia e Strongsville hapi menjëherë një hetim dhe zgjidhi çështjen brenda 4 ditësh. Dhe kur u ndan zbulimet e hetimit, sekretet që një nga personat në foto po fshinte diçka i lanë që të gjithë të rënditur dhe të skandalizuar. Por le të kthehemi natën kur u gjet trupi, pikërisht më 23 tetor. Përpara se të shkonin në darkë, në shtëpi ndodheshte Melinda, ndodheshte Kaylee, ndodheshte Jeffrey dhe vajza e vogël. Pikërisht në këtë moment, Jeffrey vendos vajzën e tij në atë kutinë e lodrave dhe nga hiçi shkon në kuzhinë ku ndodheshte Melinda dhe me siguri ndodheshte dhe Kaylee. Dhe pikërisht në këtë moment nxjerr një thikë dhe godet Melindën plot 35 herë. Dhe pasi zonja ra në tokë për të siguruar që kishte vdekur, ky fundit nxjerr një pistolet dhe godet dhe 3 herë të tjera. Vajza e tij, e cila ishte vogël, ndodheshte në kutinë e lodrave, mund të ketë parë gjithçka, ishte aty e qetë, por normale duke qenë e vogël nuk ka kuptuar asgjë. Por mendoni për Kaylin, i cili ndodheshte aty, ndoshta nuk ishte shumë i vetëdijshëm për atë që kishte ndodhur, por një farë mënyre ai kishte parë nënën e tij duke dhënë shpirt në dyshemen e kuzhinës dhe mendoni që gjatë gjithë natës ka qëndruar brenda në shtëpi me nënën e tij të vdekur. Gjithsesi, pas sulmit ai pastron armën e krimit, ndron rrobat që kishte veshur dhe i fut ato në bagazhin e makinës. Dhe shumë qetësisht merr vajzën e tij dhe shkon për darkë me vjerrin, duke lënë Kaylin vetëm në shtëpi me nënën e tij, e cila ishte tashmë pa shenja jete. Kështu që Jeffrey shkon që të darkoj me vjerrin e tij dhe pasi darka mbaron duhet të ktheheshin në shtëpi, por Jeffrey në një farë mënyre e dinte shumë mirë se çfarë e priste në shtëpi dhe për këtë arsye e la brus që të shkonte i pari tek dera. Dhe këtë gjë e bëri vetëm e vetëm para që mos i duhet i shfaqte asnjë lloj reagimi kundrejt asaj gjëje që do të shinte. Por tashmë le të kthehemi tek motivi i vrasjes. Por në lidhje me këtë rast, dim shumë pak se cilat mund të ketë qenë ato arsyet reale që Jeffrey të vriste Melindën, sepse në një farë mënyre Jeffrey ka folur jashtëzakonisht shumë pak, ose mund të them që nuk ka folur fare për sa i përket kësaj çështje. Dhe për këtë arsye lindin gjithnjë ato teoritë mes njerëzve. Dhe teoria e parë lidheshte me gjendjen ekonomike. Pra, në një farë mënyre Jeffrey nuk ishte në gjendje të paguante dasmën që do të zhvillonte, pra dasmën që do të bënte me anën. Dhe për këtë arsye struktura që supozohet të priste çiftin, pra le të themi lokali që supozohet të priste çiftin, kishte kontaktuar Melindën dhe i kishte thënë që dhëndri i saj i ardhshëm nuk ka mundësi për të paguar dasmën dhe për këtë arsye dasma ishte anulluar. Melinda nga ana tjetër, kur mësoi këtë gjë, ishte përballur me Jeffrey duke i folur për problemet e tij financiare, ndoshta paksa e zemëruar, dhe kjo gjë mund ta ketë acaruar shumë atë dhe të ketë shkaktuar një lloj frustrimi sa të kryente krimin. Megjithatë, edhe pse ky është një motiv i besueshëm, ka dhe një tjetër detaj që nuk duhet ta nashkaluar. Hetuesit gjatë zbulimeve kuptuan që Jeffrey kishte qenë një person, le të themi, shumë i papërgjegjshëm. Në praktikë, sa herë që familja shikonte pra këto silueta të zeza, këto figura të panjohura, një farë mënyre këto persona që ndodheshin jashtë shtëpisë kishin qenë miq të Jeffreyt, kishin qenë persona që ishin punësuar prej tij dhe ndonjëherë kishte qenë edhe vetë Jeffrey që kishte qenë përballë shtëpisë së tij vetëm e vetëm për të frikësuar familjarët e tij. Një tjetër gjë që duhet marrë parasysh ishte dëshmia e një shoku të tij që tha që Jeffrey gjithmonë e kishte urryer Melindën që në fillim, edhe pse ajo i hapi pra dyert e shtëpisë së tij. Dhe në një farë mënyre ai e kishte vendosur që do ta vriste Melindën pikërisht në vitin 2016, sepse nuk po e duronte më dhe në një farë mënyre këtë lloj plani, këtë lloj gjëje e kishte inskenuar që në fillim që në një farë mënyre të kishte një alibi, sepse është shumë e çuditshme që më përpara persona të panjohur nuk kishin hyrë kurrë në pronën e tyre, sepse siç u thash, ato kishin jetuar me vite në atë vend, askush nuk kishte hyrë më përpara kurrë në pronën e tyre dhe këto gjëra filluan pikërisht vetëm disa ditë sapo Jeffrey u transferua aty. Por në fillim të hetimeve, si policia, si i gjithë qyteti, pra mendonin që personat që kishin vrarë Melindën ishin pikërisht ato siluetat e zeza që shpesh shfaqeshin pra përballë shtëpive të tyre dhe askush nuk dyshonte për Jeffrey. Dhe imagjinoni që Jeffrey mbajti dhe arkivolin e gruas.
Por kur hetimet filluan të zgjeroheshin më tej, policia gjeti në bagazhin e tij thikën, gjeti rrobat e përgjakura dhe pikërisht në këtë moment nisi një hetim kundrejt tij. Djali në fakt në gjyq u deklarua fajtor dhe u dënua me burgim të përjetshëm. Vetëm pas 33 vitesh mund të kërkonte liri me kusht. Por në fakt djaloshi në gjyq nuk tha asgjë, nuk pranoi asnjë faj dhe mbi gjitha nuk kërkoi as falje për atë që kishte bërë. Por Ana në tetor pra të vitit 2018 kur u mbajt gjyqi deklaroi dhe tha që uronte që Jeffrey të kalonte në burg gjithë pjesën tjetër të mbetur të jetës së tij. Nga ana tjetër Bruce, pra bashorti i Melindës, deklaroi që djali i tyre Kelly akoma nuk e dinte që nëna e tij kishte vdekur, nëna e tij kishte ndëruar jetë dhe ai vazhdonte akoma ta priste tek dritarja siç ishte mësuar gjithnjë ta bënte. Ka disa persona të tjerë që mendojnë që Jeffrey nuk ka qenë fajtori i vërtet, por pjesërisht. Ato mendojnë që fajtori i vërtet ka qenë Bruce dhe djaloshi ka marrë përsipër fajin pasi në një farë mënyre ka qenë në kurth. Dhe kjo gjë mund të shpjegojë atë motivin pse Jeffrey nuk ka bërë kurrë asnjë deklaratë, nuk ka thënë asgjë për atë vrasje që ka bërë. Dhe për këtë arsye, pra këto persona mendojnë që Jeffrey ka qenë fajtor, por ka qenë në bashkëpunim me Bruce. Por këto janë vetëm teori dhe opinione që njerëzit hedhin lart e poshtë, por duhet dini që nga provat që janë gjetur, pra Jeffrey ka qenë fajtori i vërtet i gjithë ngjarjes. Në fakt dua të di dhe mendimin tuaj, këtë gjë ma shkruani poshtë në komente nëse Jeffrey ka qenë pra vërtet autori i gjithë ngjarjes apo dhe Bruce ka pasur gishtë në këtë gjë. Unë ju përshëndes dhe ne do të shihemi në videon e radhës. Deri atëherë, ciao ciao.